Kupa e Shqipërisë në volejboll për femra dhe meshkuj ka luajtur ndeshjet e javës së katërt, një javë e cila nuk ka shkuar mirë për të dy ekipet e vllaznisë, pasi femrat u mundën në shtëpi 0-3 nga Tirana dhe meshkuj 3-1 nga Erzeni në transfert. Në ndeshjen e femrave luajtur në Qazim Dervishi, Tirana është skuadra e parë që ka arritur të sigurojë matematikisht kalimin për në gjysmëfinale. Kampionët dhe fitueset në fuqit Kupës së Shqipërisë triumfuan kundër vllaznisë në një përballje që zgjati 70 minuta. Megjithë përpjekjet e skuadrës kuqe-blu, vajzat e reja të drejtuara nga Dorian Tafa nuk mundën t'i bëjnë ballë kualiteteve bardhë blu, mes të cilave spikaste dhe volejbolistja shkodrane Sara Malaj. 17-25, 13-25, 11-25 ishin shifrat e regjistruara nga Tirana në këtë përballje, e cila merr fitoren e 4 rallazi në pokaqëndeshje të grupit B. Nga ana tjetër vllaznia me 1 fitore dhe 3 humbje qëndron në vendin e fundit në grup me pikë të barabarta me Teutën dhe Dinamon. Duhet jemi realista, kur jemi përballë një ekipi si Tirana, domethënë është një ndeshje shumë e vështirë për ne. U munduam për me dhënë maksimumin. Setin e parë bëmë një lojë të mirë, por dy setet tjera nuk ishim aty ku duhet. Megjithatë, siç thash, duhet jemi realista kundër cilit ekip luajmë. Mundësia e kualifikimit janë edhe 2 ndeshje për të luajtur, Kanë por duket e vetë vështirë. 2 ndeshje, pak e vështirë, por kur nuk e dihet, luajmë kundra Teutës dhe kundër Dinamos përsëri. Nga ana tjetër, Sara Malaj, shkodrania e cila luan për ngjyrat e skuadrës kampione, shprehet e kënaqur për fitoren dhe emocionuar që luan përballë vllaznisë ku rrit si volejbolliste. Për çdo vit kuptoj që jam duke u rrit niveli, për çdo vit me ekipe të ndryshme, në ekipet kampione, edhe këtë vit në ekipin kampion që ishte vitin e kaluar me Tiranë. Edhe është një privilegj shumë i madh sepse edhe fanella e këtij ekipit peshon shumë. Edhe jam shumë e kënaqur. Këtu nisi çdo gjatë ky pallat me këto goca që jam përsëri shoqe me ta, flas për ditë me ta. Edhe është ka emocionet e veta kur shef jo si shoqe fushë, po si kundërshtar në këtë rast. Me humbje mbyllen edhe meshkujt që në transfert u mundën nga Erzeni 3-1.